zgjidhje stabile, tentohet të gjenerohet një temë e re e cila e zhvendos vëmendjen prej asaj teme në temë tjetër. Që ne në gazetari njohim si spin doctors ta. Dhe krejt në fund, sepse jemi në minutin e fundit, ka gjasa që të ketë një përshkallëzim mes SHBA-ve dhe Iranit, apo edhe mund të ketë një marrëveshje, një takim, diçka e tillë? Jo, shumë serioz është. Në Al-Hudai të Katarit bazën me 8.000 ushtarë amerikanë, që ka 2001 ta këtë bazë ka amerikanë, kanë vendosur dhe janë përforcuar me sistemet po si po të elektronikës, po të aviacionit. Dhe kuptohet të atyre që i furnizojnë në ajër me karburant. Mendoj që do jetë çështje, nuk e di, tash ka prognoza, përgatitjat mund shkojnë deri në 4 muaj, besoj që amerikanët marrën për mbajtëset mund të kenë në gjithë në detin Mesdhene, pjesën lindore, pastaj në pjesën e Oqeanit Indian. Por do jetë një situatë, mund të ketë edhe sonte goditje, ose fillim i goditje. Nuk mund të jap prognoza, kur pyetim ka njerë, a mund të kenë dhe kur planifikohet, është problem. Pentagoni ka sajuar komplet programin e goditjes, por mendoj që do jetë, do këtë dërënti një ditë e thash këto, në një prononcim të kjo, di nja që Irani do levrohet rand, do goditet rand. Por Izraeli, kësaj radhe nuk do pështaj malet. Sepse ata thanë se protestat po shfrytëzohen si një pretekst që SHBA të ndryhë ushtarakisht. Protestat duke tash janë qetësuar se kanë luajtur një politikë të gabune me Pahlavin. Po, por ministri i jashtëm iranian tha se SHBA po shfrytëzojnë këtë si pretekst për të ndërhyrë. Absolut. Po dhe Turqisë nuk i kanë vënë kjo. Ka reaguar edhe Turqia. Për të ndihmuar me informacione e Iranin, meqense mendoj që ramja e Iranit kryesisht lidhet me Rusinë dhe Kinën. Po që sa ata kanë vendosur ta mbrojnë Iranin, s'ka gjast bjen ky regjim. Dhe për momentin shihet që më afër e kemi luftën. Kur do të ndodh kjo? Mbretet për të të shihet. E kemi afër luftën të cilën po e përmend Bilali apo jo? Unë realisht nuk e di, por raportimet e fundit brenda shtëpisë së Bardhë tregojnë që presidenti Trump është pro sulmimit të Iranit. Pra po mendoj që kjo është sulmimi i Iranit do të krijonte rritje të çmimit të barelave të naftës dikon $59-65 në $100. Kjo do të krijonte realisht një valë të re të inflacionit. Edhe kjo mendoj që do ta krijonte një domino impact edhe tek Kina edhe tek India, por është një vend tjetër që preket shumë prej kësaj, që nuk e përmendëm, është Japonia dhe Korea Jugore. Pa ashtu marrin naftë të papërpunuar dhe hidrokarburant përmes ngushticës së Hormuzit. E qartë. Lakshori Bilali, faleminderit shumë që ishit sot në këtë pjesë të mezitës. Edhe një herë për kohën, ndërkaq nga këtu ne shkëputemi për